Çfarë kriterë duhet me plotësu nxënësat për me qenë pjesë e shkollës, sepse duhet edhe një notë e mirë me kanë? Ne pretendojmë që gjithherë t'i marrim nxënësit më të mirë të mundshëm që i kemi. Si target i kemi 3 komuna, është e Prishtinës, është e Podujevës, është e Fushë Kosovës, këtë rast edhe të Biliqin këtë vit kemi dhe jemi t'ju zgjeru. Nuk e kemi një vendim për një çështje të notës mesatare, por gjithmonë përparësi kanë nxënësit që kanë një sukses më të lartë dhe gjithmonë ata të cilët më herët rezervojnë vendet e tyre për brenda shkollës aty. Sepse tash na derisa po flasim, edhe pak hym në vitin 2026 edhe shumë shpejt shkojnë mujt kur vjen edhe koha e regjistrimit. Edhe ata të cilët dojnë me u regjistru, duhet edhe me ardhë me rezervu, sepse në për klasa nuk ka nxënës shumë. Gjithmonë jeni kujdes që të ketë më pak nxënës që t'jetë vëmendja tek secili prej tyne. Vërtet është që ne Ministria e Arsimit, respektivisht institucionet përgjegjëse për akreditim, i kanë caktuar kuotat dhe ne nuk kemi insistuar që të marrim grupe të mëdha, më shumë jemi të interesuar që të kemi një cilësi fillimisht, pastaj shkojmë të zgjerohemi edhe në aspektet e tjera. Numrat janë të kufizuar, në secilin drejtim janë 20, eventualisht deri në 25 nxënës për brenda një klase. Ne këtë vitin që vjen planifikojmë që të fillojmë aspektet e lobimit që në muajin mars për të vazhduar prill-maj deri në përfundimin e qershorit, që në këtë rast të promovojmë sa më shumë shkollën tonë, por edhe të marrim sa më shumë nxënës të cilët kanë edhe suksese sa më të larta.